Kreu i SPAK Altin Dumani ka bërë publike rezultatet e një operacioni ndërkombëtar kundër krimit të organizuar në bashkëpunim me autoritetet finlandeze. Në një deklaratë për media, Dumani sqaroi se krimi organizuar shqiptar ka zgjeruar aktivitetin e tij edhe në vendet nordike, përfshirë Finlandën. Ky bashkëpunim është dëshmi e qartë se krimi i organizuar shqiptar ka shtrirë aktivitetin e tij edhe në vendet nordike, përfshirë Finlandën. Por njëkohësisht ky hetim i bashkët është tregues i qartë i besimit që autoritetet ligjzbatuese nordike i kanë dhënë strukturave tona të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit. Besimi ndërinstitucional, profesionalizmi dhe përkushtimi i përbashkët na kanë mundësuar të godasim disa grupe kriminale, të cilët janë përgjegjës për trafikimin dhe shitjen e sasive të konsiderueshme të drogave të lloje të ndryshme, ku përfshihen droga sintetike, kokainë, marijuana e tjerë. Dumani theksoi se ky hetim shënon një moment të veçantë për institucionin që ai drejton, pasi është krijuar njësia e parë hetimore e përbashkët mes dy vendeve. Ai falenderoi të gjitha institucionet që bashkëpunuan për të finalizuar këtë operacion. Hetimi është rezultati i një pune të gjatë, i mbështetur në shkëmbim të efektshëm informacioni, koordinim ndërkombëtar dhe përdorim të instrumenteve të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar. Duhet të shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Policinë e Shtetit, si dhe për partnerët tanë finlandezë që ndodhen sot këtu mes nesh dhe që kanë kontribuar në këtë hetim të përbashkët. Një falënderim i veçantë për zyrën e oficerit ndërlidhës për vendet nordike, për mbështetjen, ndërmjetësimin dhe lehtësimin e komunikimit mes SPAK dhe autoriteteve finlandeze. Nuk mund të ri pa falendëruar edhe rrjetin e ton, i cili është një projekt i financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian, i udhëhequr nga DIA, për ndihmën dhe mbështetjen financiare që ka dhënë në kuadër të këtij hetimi. Bashkëpunimi mes SPAK dhe autoriteteve finlandeze ka çuar në goditjen e disa grupeve kriminale përgjegjëse për trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike.